Ndryshimet në qiell janë të dukshme. Pas javësh sfidash emocionale dhe zbulesa intensive, energjia fillon të ndihet më e lehtë me hyrjen e diellit në shenjën e Shigjitarit me 21 nëntor. Ky moment shënon një shans të ri në jetë, duke sjellë rilindje dhe vurull pas periudhave të vështira, veçanërisht për ata që përjetuan tensione gjatë tranzitit të Akrepit. Saturni kthehet drejt në Peshë me 27 nëntor, duke sjellë qartësi dhe tepërtim shpirtëror, ndërsa Mërkuri në drejtim të drejtë për drejtë në Akrep me 29 nëntor largon keqkuptimet dhe mashtrimet, duke zbuluar atë që duhet thënë. Venusi kalon gjithashtu në Shigjitar me 30 nëntor, duke i dhënë marrëdhënieve një dimension spontan dhe aventurier, duke na kujtuar të argëtohemi më shumë dhe të ndjekim dëshirat e zemrës. Hëna e plot në binjak me 4 dhjetor sjell realizime të rëndësishme, ndërsa Neptuni me 10 dhjetor pastron mjekullën dhe iluzionet, duke forcuar intuitën dhe vizionet krijuese. Mërkuri kthehet në Shigjitar me 11 dhjetor, duke nxitur rritje mendore dhe mundësitë e reja, ndërsa Marsi në Pricjap me 15 dhjetor sjell energji të fuqishme për të ndjekur qëllime të reja me disiplinë dhe përkushtim. Sezoni kulmon me hënën e re në Shigjitar me 19 dhjetor, duke shënuar fillime të reja dhe rivendosje të fuqishme që mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës tuaj. Ky sezon është një ftesë për të përqafuar ndryshimin, për të ndjekur ëndrat dhe për të zgjeruar horizontet personale. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.